kishin mujt me bo deri tash, nuk besoj që jep ndonjë rezultat ndryshe kjo. Besoj që kjo është thjesht një pretekst për me hup kohë më shumë, nuk është që ka ndonjë farë ideje në të vërtetë se dojnë me shku me këto seanca të jashtëzakonshme, edhe thjesht është për me hup kohë. Se përkes listës sërbe, unë mendoj që lista sërbe nuk është që në pesh prapë, kjo është pjesë e kuvendit, edhe hiç më pak nuk ndryshon asgjë tek ata kjo pjesa e votimit të fshehtë. Okej, një pyetje të fundit, si e shes zgjidhjen nga ky ngërç? Ndoshta zgjidhja më e afërt kish me qenë me pas bashkëpunim ndërmjet partive politike. Cillave për shembull? Kë është më afër ndoshta propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është versioni më i mirë. Për moment ka posë nga minoritetet që nuk i kanë ftuar minoritetet në këtë mendoj që është problematike. Koalicion të mendoj që problemi më i madh këtu është tek partitë e mëdha, se problemi me minoritetet do të është problem që mund të mos zgjidhet shumë më lehtë, por tek problemi tek kjo përçarje kaq e madhe që është, mendoj që një farë me ilshu armt edhe me u bë bashk, mendoj që kjo është zgjidhja më e duhur. Kush me qenë kryeministër? Kryeministrin këtë rast i takon partisë të parë në këtë rast besoj, por mendoj që një kryeministër unifikues kish me qenë më jashtë partive? Ka mundsi, besoj. Normalisht jashtë partive kish me qenë edhe më unifikues, por prap më unifikues.